Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili në vazhdimshmëri na begaton me të mira të shumta, saqë tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Ibrahim: "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Me të vërtetë Allahu ju dha juve të gjitha ato për të cilat ju patët nevojë, e sikur ju t'i numëronit begatit dhe të mirat e Allahut ndaj juve, nuk keni mundësi t'i numëroni. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, begatin më të mirë që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhuru njerëzimit, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fa Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu: thuaj o Muhammed, me begatit dhe me mëshirën e Allahu Gjelle Gjelaluhu le të gëzohen besimtarët. Huwa khayrun mimma yajma'un, për shkak se begatit e Allahut dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala është më e mirë se sa ajo të cilën e grumbullojnë njerëzit. Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë ajet kuranor na jep neve një mësim. Cili është mësimi? Se kënaqësia e vërtet, lumturia e vërtet, gëzimi I vërtet, I pagabushëm, është vetëm gëzimi me atë çka na ka dhënë Allahu prej begative. E begatia më e madhe të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka dhënë neve është që na me përmend Allahun, që na mos me haru Allahun, që na me ardhë këtu në xhami dhe me ndëgju fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është gëzimi I vetëm dhe vetëm në kësi lloj gjëra besimtari apo njeriu shijon gëzim dhe kënaqësi si duhet. Të gjitha kënaqësi tjera jashtë kënaqësive me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mata'ud hayatid dunya wa mal hayatu illa mata'ul ghurur, janë vetëm se përjetime çaste të shpejta të kësaj bote, e me të vërtet bota apo jeta e kësaj bote është një përjetim mashtrues. Çdo kënaqësi tjetër jashtë kësaj, çdo kënaqësi tjetër jashtë lidhjes me Allahun, çdo kënaqësi tjetër jashtë se me iran sejsh dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, me qeni të gjushëm dhe respektushëm dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, thot Ibn Taymi, Allah më shroft, esencialisht nuk ekziston. Po edhe sikur të ekziston, janë vetëm disa qaste, pas të cilave njeriu ka përgjegjësi. Në çka do qoftë ajo, kënaqësitë e njeriut në këtë botë nuk dalin jashtë se në gjëra që njeriu I konsumon, gjëra që njeriu I vesh, gjëra që njeriu I përjeton. Të gjitha këto janë kalimtare. Kurse lidhja me Allahun subhanahu wa taala është ajo e cila është e vazhdueshme. Thot Ibn Kaimi, përmallimi për Allahun Gjelle Gjelaluhu është I vazhdueshëm, kënaqësia e vazhdueshme në këtë botë dhe vazhdon edhe në botën tjetër, vazhdon edhe në varr dhe vazhdon edhe në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Falënderimi takon Allahut Gjelle Gjelaluhu I cili na ka mundsuar të hapim këtë mesxhit në këtë vend. Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allah të pranon këtë vepër. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah subhanahu wa taala t'ia pranon mundin çdo muslimani I cili është mundu sadopak që të hapet ky vend tu për të adhuruar Allahu dhe për të madhnuar Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ta dini secili prej juve se këtu nuk ka të bëjë me investimin e njërit apo tjetrit. Të gjithë këtu jeni investitor. Të gjithë, pa përjashtim, jeni investitor. Dikush me parë, dikush me prezencë, dikush me mund, dikush me forcë, është hap, është bë kjo, inshallah Allahu e pranon. Inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu jep bereqet në këtë vend. Inshallah Allahu ban që në këtë vend të dalin hafizat e Kur'anit, të dalin talebe, të dalin njerëz të cilët të kenë dert dinin e Allahut subhanahu wa taala. Sa është e rëndësishme hapja e xhamive. Sa është e rëndësishme hapja e vendeve ku përmendet dhe madhnohet Allahu subhanahu wa taala. Na tregon historiku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjendjen më të rëndë, në situatën më të vështirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sendin e parë që ka hap xhami. Në periudhën më të rëndë të jetës së tij, bukfal më e rënda, bukfal prej më të rëndave,
ka qenë dita hijretit, apo periudha hijretit, ku të gjithë gadishu arabik është qunë kam, për me ezan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurejshit kanë thënë, kush na tregon se kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka bakshish 100 deve. 100 deve. Shpërblimi ka qenë shumë i madh. Ky udhim ka qenë udhim i mundimshëm. Ky udhim ka qenë udhim i frikshëm. Ky udhim ka qenë udhim i rand, për shkak se e ka bën kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtij udhimi, para se të mbrinë në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërton xhamin al-Quba. Para se mbrinë në Medinë, gjatë udhimit e ndërton xhamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më na tregu neve se në gjendjet apo në situatat më të rënda ti duhesh me investu për fen tënde. Ti duhesh me dhon për fen tënde. Jo vetëm atëherë kur ke ti me bollok, po edhe atëherë kur je shumë rënd, edhe atëherë kur je shumë vështirë, edhe atëherë kur se ki let, edhe atëherë me pas dertin e fjalës Allah subhanahu wa taala, edhe atëherë me pas dertin e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me të ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parin sen çka e bani xhamin. Me na tregon edhe se gjithçka çka bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani prej xhamis. Gjithçka çka arritën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në historinë e tyre të mbushur me ngjarje të mëdha e fillum prej te xhamia. Atëherë kur muhaxhirët i lanë gjithçka çka patën në Mekë, erdhën në Medinë 0-0 në jetën e tyre, nuk patën kur gjë, pavarësisht gjendjes që ata ishin të rëndë financiarisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parin se tha xhamin me bë. Me na tregon neve se sa e rëndësishme është xhamia. Dhe na tregon neve çastet e fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa e rëndësishme është xhamia. Sa e rëndësishme është xhamia. Dikush thotë, jo, vetë xhamia keni me bë, e shkolla s'keni me hapa. Po atëherë kur ai që mëson shkollë nuk e fillon për te xhamia, defekt është shkolla ti ka me dalë. Se jemi duke i pa ata që kanë kry shkolla, ama nuk kanë qenë të lidhur me xhamien, na mytën me korrupsion, apo? Na mytën me gërnjeshtra, na mytën me skandale. Çdo ekonomist që nuk fillon jetën për te xhamia, si i korrupsionit, po e shohim na jetën tonë të përditshme. Çdo biznesmen i cili biznesin e tij nuk e ka në bazë prej te xhamia, e shohim në mashtrimet që po ndodhin tek njerëzit. Dhe çdo kush që veprimtarinë e tij nuk e fillon prej te xhamia, nuk e ka bazë xhamin, nuk e ka sabah akşam mu kthy te xhamia, me iran sejdë Allahu subhanahu wa taala, po e shohim në bereqetin dhe punën çka po bëhet. Dhe po i shohim skandale. Dhe po e shohim korrupsionin, edhe kështu me radhë. Kur e shoh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e keni idenë se sa të pasur janë bë pastaj? A e kemi na idenë që një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë bereqeti ka dhënë Allahu xhel xhelaluhu në jetën e tij dhe pas vdekjes, ama jeta e tij ka qenë prej te xhamia. Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e la veten e tij vakëf për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk la libra, nuk la pasuri, nuk la vend, e la vetën. Unë jam vakëf për Allah. Shfrytëzon çka dush ya Rasulullah. E la vetën vakëf. Në jetën e tij, sa ishte gjallë, me veprimtarinë që e bani me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku mund pjesë në për çdo luftë që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë botë i kishte 11 shtëpia në Medinë, 2 shtëpia në Basra, 1 shtëpi në Kufe, 1 shtëpi në Egjipt, edhe një tokë, apo një pjesë e malit, apo një zabel t'i thush në Medinë. Edhe i kishte 1000 rob. I kishte 1000 rob. Bereqeti i njeriut i cili është i lidhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu këtë ngjarje e tregon në kaptinën ku thot bereqeti i atij i cili lufton në rrugën e Allahut. Atij i cili lufton në rrugën e Allahut, ai që lufton në rrugën e Allahut e kalon veten vakëf. Zubair ibn Awwam e la veten vakëf për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha bereqeti i atij i cili lufton në rrugën e Allahut sa është gjallë edhe pas vdekjes. Sa është gjallë, kjo është gjendja e tij.
A e dini sa ju shtu bereqeti kësaj pasurie që e la pas vdekjes së tij? Subhanallah. Thot Abdullah ibn Zubejri, djali i tij, kur vdiq baba, ma la emanet mi alojt borxhin. Tha kujdes, ban çka të bësh borxhin ma la. A e dini sa la borxh? 2.200.000 dinar. 1 dinar i arit sot kushton, i asaj kohe sot kushton 500 e diçka euro. 2.200.000 dinar herë 500 sa del atje? 1 miliard e kuj diçka one. Borxh ka lënë. Pse ka lënë këtë borxh? Ka qenë burr i madh o vllazni. Ka qenë burr i madh. Thot Abdullah ibn Zubejri, nuk ka lënë borxh se ka pas nevojë me marr borxh me dikujna. Po dikush ka marr udhtim me shku dikun. Dhe ka ardhur ka lënë pasurinë, ka thonë, ata la emanet pasurinë, marruj pasurinë derisa të kthejna. Ka thonë veç pak. Kjo pasuri ka mundësi mu prish. Derisa të vish ti ka mundësi mu prish, unë nuk moj përgjegjësi për atë çka prishet. Që ta harun burrnin e tij, që ta harun autoritetin e tij. Mos thoj njerëzit se ja la pasurinë ju prish pasuria kështu me radh, i ka thonë, ma jep borxh që ta mundi. Ma jep ti mu borxh, borxhin unë e moj përgjegjësi. Kur të kthehesh ti jap borxh. Dhe kështu boni shumë borxhe. Sa boni borxhe? 2.200.000 dinar të ati vakti. Shumë pare. A dini sa ishte bereqeti i pas vdekjes së tij, o musliman? A dini sa ishte bereqeti i pasurisë që e la, këtë që i përmenda, shtëpit në Medinën, Basran, Kufen, në Egjipt, edhe një tokë që e la në Medinë. Djali i tij Abdullah, kur i shiti krejt këto, për mja la borxhin babës së tij, dhe pastaj me imbet pasuria, me nda antarëve të familjes që i takon trashëgimia e Zubair ibn Avamit, pasuria me pare, çtash, pasuria me euro, me kthyj tash, i mbet 26 miliard euro. O, për neve kjo, mos ban pa i gare tash. 52 milion dinar i ka kushtu pasuria. Bereqeti, e ka ble lirë, pastaj u ka shit shumë shtrejt. I ka ble shtëpiat lirë, pastaj u ka shit shumë shtrejt. Bereqeti i kujna? Bereqeti i tij i cili e la vakëv vetën e tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo puna më e madhe. Kjo puna më e madhe që njeriu arrin këtë dunjë, më e lën veten vakëv në shërbim të fesë Allahu subhanahu wa taala, në shërbim të muslimanëve. Jeta e parë kur pejgamberi sa mu fut në Medinë, fillimisht xhamia në Kufen, pastaj xhamia në Medinë. Ka fundi jetës. Ka fundi jetës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës së tij. Tha asallan nas, au falën njerëzit, i thanë jo. Unë ngrit pejgamberi saste dhe i tha antarëve të familjes vet, balmani gati ujin për më e bë një tush, mu pastrua. Unë ngrit, u pastru, u lajt, u bë gati, tamam u çu për me dal në xhami i rat fikt. Pasi u kthjell, tha au falën njerëzit, tha jo nuk kanë falë ala, janë të prit. Ishte koha, ishte vakti i namazit të yacis. Tha balni gati ujin, e mur ujin, u pastru, bani gusull, u pregadit, u bë gati, dashti mu ngrit, me u çun, me dal në xhami, po sa u ngrit në kam, i rat fikt. Sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohë u kthjell, tha asallan nas, au falën njerëzit, i tha jo janë të prit tyje. Tha bani gati ujin, e bani gati ujin, u pastru, e bani një tush, e bani guslin, u pregadit, u ngrit për me dal në xhami. Me të ngritur për me dal në xhami i rat fikt. 3 herë vëllazni. 3 herë. Uji i atij zamani s'ka qenë sikur boleri i zamanit tonë, që ngritet njeriu edhe ban tushi me njerë për të kthjellë. 3 herë bani gusull. 3 herë u lajt me qëllim që mos po kthjellet, mos po i vjen vullneti, mos po përmirësohet gjendja e tij shëndetësore, për çka? Për me dalë në xhami. Ti e dhune. Ti e dhune, çka na pengon për xhamis. Ty edhe mu, çka na pengon për xhamis, o vllazni. Na që kemi muskuj, që shitemi shumë të mençur, e shumë të fortë, e shumë e radhë. Çka na pengon për xhamis? Që fillimi i jetës edhe mbarimi i jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, xhamia. As-salah wa ma malakat aymanukum. Fjalët e fundit të pejgamberit se mishin namazin dhe atë që e keni përgjegjësinë tuaj. Kujdesuni për namazin. E namazi më i mirë në xhami. Kjo gjendje e randuar shëndetësore pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dëshira e tij e flak për me dal me fal namazin e acis në xhami,
Na tregon neve se sa e rëndësishme ka qenë xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë këto sahabi që i shifni, që kanë lënë gjurmë në historinë islame, fillimet e tyre i kanë pas për xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të jep bereqet në këtë xhami. Elusim Allahun që Allah ta pranon mundin e çdo muslimani që është munduar për këtë vend. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.